Mirëmbrëma. Sot do të bëj parashikimin për javën në vazhdim, duke filluar nga data 13 deri në 19 tetor. Po flas si fillim për lidhjet e mia të drejtë për drejta, kam 2 në javë, tashmë i kam të fiksuara, kam ditën e martë dhe të shtunë. Ditën e martë bëj lidhje të drejtë për drejta në lidhje me ciklin e hënës ose me pyetje përgjigje të alternuar pra. Ndërkohë që ditën e shtunë bëj gjithmonë lidhjen të drejtë për drejtë për parashikimin e javës në vazhdim. Të gjitha këto i vete tek kanali i YouTube-it, mund t'i ndiqni dhe që atje. Tek lidhjet e drejtë për drejta që sapo përmenda, flas edhe në lidhje me shenjat, do t'i marrë të gjitha me radhë. Përveç kësaj, kam edhe parashikime ditore, të cilat i postoj këtë të gjitha platformat e mia, do t'i këshilloj që t'i ndiqni sepse aty jap këshilla specifike për atë ditë dhe për problemet që do të shmangim ose dhe si mund ta përdorim. Ndërkohë që për informacionet të cilat nuk mund të gjeni tek këto, pra tek shërbimet që unë kam për publikun, mund të merrni konsultën tuaj personale, të cilat përfshin analizën e hartës tuaj, mund të gjejmë orën tuaj të saktë për ata që nuk e dinë dhe si rrjedhoj, do të mund edhe të gjejmë ascendentin, mund të bëjmë edhe analizën e lidhjes tuaj. Ndërkohë që kam edhe mësime astrologjie për të gjithë ata që duan që të dinë më tepër në lidhje me këtë botë, pra me botën e universit, me gjuhën e yjeve dhe të dinë të përkthejnë dhe ata. Atëherë kjo është një javë disi e ngjeshur, kemi disa ndikime shumë të rëndësishme. Në përgjithësi janë pozitive, por kemi kënde të cilat mund të na lodhin gjatë çdo jave. Po fillojmë nga ndikimi më pozitiv, i cili është edhe i pari kësaj jave, do të jetë kalimi i Venusit tek shenja e Peshorës. Venusi është një nga është drejtuesi i shenjës së Peshorës, është një nga shenjat që e drejton dhe për këtë arsye këtu ndihet shumë mirë. Kemi një balancim vërtet shumë të madh të botës tonë të brendshme dhe të ndjenjave tona dhe kërkojmë që të krijojmë dhe shikojmë në të njëjtën kohë bukurinë në çdo aspekt të jetës. Kemi një harmoni shumë të madhe në marrëdhëniet tona, duke qenë se në këto momente fokusimi jon kryesor mund të jetë këtu, çështjet sentimentale, por mund të kemi edhe një balancim vërtet shumë të madh në jetën tonë të përditshme, duke qenë se do të kemi edhe një frymë drejtësie e cila do të vijë duke u rritur. Kemi edhe një ndikim tjetër i cili në përgjithësi do të shtoj pozitivitetin në jetën tonë, duke qenë se do të jemi pak më diplomat në këto momente. Kemi më tepër aftësi që të zbusim efektin anësor të Mërkurit tek shenja e Akrepit, i cili mund të jetë një mënyrë komunikimi që është më pak spec se çfarë duhet. Pra mund të flasim pak më tepër me kunja në këto momente, por me kalimin e Venusit tek shenja e Peshorës, të gjitha këto do të fillojnë të zbuten, sepse për ne më tepër rëndësi do të kenë marrëdhëniet tona personale. Pra do të duam që ambienti që na rrethon dhe njerëzit që na rrethojnë të ndihen më mirë në prezencën tonë. Për këtë arsye, të gjitha ndikimet e vështira që mund të kemi deri gjatë kësaj jave nëpërmjet komunikimit do të fillojë të zbuten javën që vjen. Kemi edhe një ndikim tjetër që është shumë pozitiv, mbarimin e retrogradës së Plutonit. Plutoni është i vendosur tek shenja ujore, do të qëndrojë këtu për një periudhë shumë të gjatë dhe do të kalojë shpesh dhe në retrograda një herë në vit, por për këtë vit të paktën mbaron këtë periudhë dhe kjo do të thotë një çlirim vërtet shumë i madh, sidomos për sa i përket marrëdhënieve që janë në shoqëri. Këtu mund të kemi edhe spastrimin edhe të tematikave që kanë qenë problematike, të cilat na pengonin që të avanconim në vetë si shoqëri, edhe në lidhje me teknologjinë, nëse kemi pasur shpërdorime të saj, tashmë do të futemi në një periudhë kur do të kuptojmë se si duhet ta përdorim atë në mënyrë më efikase që të shërbejë më tepër njerëzimit. Kjo detyrimisht nuk do të vijë ashtu vetvetiu, do të na duhet edhe ne që të jemi më të ndërgjegjshëm, por e kemi më të thjeshtë tashmë që të përdorim ndërgjegjësimin tonë, duke qenë se Plutoni ecën drejt. Dhe mund të kemi edhe mbarimin edhe të luftrave, po fillojmë që ta vëmë re pak a shumë zbutjen, kemi disa marrëveshje që u bën edhe gjatë kësaj jave, një të gjë do të jetë edhe në javën e vazhdim. Por siç e thash, duke qenë se do të kemi kënde negative gjatë gjithë kësaj jave, mund të na pengojnë. Cilat janë këto? Kemi një kënd negativ midis Jupiterit dhe Diellit. Dielli është energjia jonë e përgjithshme, detyrimisht na ndikon të gjithëve, dhe Jupiteri është fati jonë, ose më mirë të themi koncepti që ne kemi edhe për veten tonë, po ashtu dhe marrëdhëniet që kemi me universin. Duke qenë se gjatë kësaj jave këto të dyja do të jenë në luftë pak a shumë me njëra tjetrën, kjo mund të na bëjë ne më tepër optimist se çfarë duhet. Pra, në një farë mënyre mund të
t'i zmadhojmë edhe aftësitë tona në mendjen tonë dhe detyrimisht mund të bëjmë zgjedhje të gabuara. Për këtë arsye, gjatë gjithë kësaj jave do të këshilloj që të jemi më realist, që të perceptojmë mirë se cilat është kapaciteti jonë dhe të mos e tejkalojmë atë ose të mos marrim riske të panevojshme. Në disa raste, i njëjti kënd mund na shtytë pak në fanatizëm, sidomos për sa i përket besimeve, dhe kjo mund të shtojë shumë edhe armiqësitë që kemi në ambientin tonë rreth rrotull. Për fat të mirë, siç e përmenda, kalimi i Venusit tek shenja e peshorës do t'i zbusë në mënyrë të konsiderueshme këto, por mund të na lërë pak të hapur në problemet që mund të kemi në marrëdhënie në çift, duke qenë se në këto momente dielli është i vendosur tek shenja e peshorës. Për marrëdhënie në çift mund të jenë pak më të prekur se të tjerë. Në qoftë se jemi më të kujdesshëm në këto tema dhe nuk mundohemi të imponojmë mendimet tona tek partnerët tanë, do ta kemi më të thjeshtë për t'i kaluar problemet. Dita e martë dhe mërkur në këto tema mund të jenë pakës më problematike, duke qenë se mund të kemi edhe ndërhyrjen e të rriturve, pra familjarëve tanë në marrëdhënie në çift. Kjo detyrimisht mund të shtojë edhe më tepër probleme dhe t'i eksagjerojë dhe ato tematika të cilat në të vërtetë mund të kemi më të thjesht për t'i tejkaluar. Një ndikim tjetër që është përsëri negativ, ose më thënë një kënd negativ, është edhe dielli do të jetë përballë me Shironin. Shironi është plaga jonë e përjetshme, kam thënë disa herë, dhe prek në mënyrë të drejtë për së drejtë shëndetin tonë fizik. Në këto momente është e vendosur tek shenja e Dashit. Për këtë arsye, të gjithë ne mund të kemi një lodhje vërtet shumë të madhe dhe dhimbje koke. Duke qenë se dielli, pra energjia jonë e përgjithshme, është i vendosur përballë me atë, të gjithë do ta ndjejmë, por shenja që do ta ndjejmë pak më tepër do të jenë shenja e Dashit, shenja e peshorës dhe shenja e akrepit. Këto do të jenë në tre shenjë që mund ta ndjejmë pak më tepër trusnin që po krijohet në këto momente. Gjithsesi është diçka kalimtare, këshilla ime do të ishte që të lëvizim. Kjo do të na ndihmojë shumë që të çlirojmë sistemin tonë nervor, i cili në këto momente mund të jetë pak më i prekur. Mund na preki të gjithë tre shenjat që janë më të prekura, sapo e përmenda. Këto ishin ndikimet në lidhje me shëndetin. Kemi edhe një pikë tjetër që mund ta kemi pak më të prekur, që është edhe sistemi i tretës. Këtu shenja që mund të jetë pak më tepër e ndikuar do të jetë shenja e kaforës. Mund të kemi një energji pak më të ulët për këtë arsye dhe një imunitet goxha të ulët, duke qenë se sistemi i tretës është një ndër pjesët më delikate të shenjës së kaforës, domos stomaku. Marrëdhëniet brenda familjes do të jenë pak më të cënuara se të gjitha javët e tjera, duhet të qëndrojmë të qetë, të mos i agravojmë situatën dhe të mundohemi që të komunikojmë në mënyrë të hapur. Kjo detyrimisht do të na ndihmojë që të zgjidhim problemet dhe të mos i eksagjerojmë ato, por në qoftë se vazhdojmë me këmbgulje që të mundohemi që të zgjidhim tematikat që kemi në dorë, pavarësisht se personi përballë duken të lodhur ose nuk mundemi që të gjejmë të përbashkët, mund të shndrohet edhe në probleme shumë të rëndësishme, prandaj të mund të kemi shere, grindje të mëdha gjatë së javës brenda problemeve familjes. Për këtë arsye, këshilla ime do të ishte që të shikojmë mirë situatën, pra mos e agravojmë shumë, në qoftë se personi përballë nuk është i gatshëm për të diskutuar tematikat që po diskutojmë në ato momente, të këshilloj të shtym për një moment më vonë. Ndërkohë që do të kaloj tashmë tek ndikimet që do të kemi tek shenjat. Shenja e Dashit është një nga shenjat më të ndikuara në lidhje me shëndetin, e përmendëm edhe pak përpara, prandaj do të këshilloj që duke filluar që nga dita e nesërme dhe në vazhdim, të jemi pak më të fokusuar këtu. Në qoftë se jemi të fokusuar dhe në qoftë se lëvizim, bëjmë aktivitet fizik, e kemi më të thjeshtë për të tejkaluar këtë trusni që po ndihet në këto momente. Temperatura duke qenë se janë shumë të luhatura, që është në këtë moment nuk është në momentin tjetër, shenja e Dashit mund të ndjejë pak më tepër se do të ketë shumë shëndeti tyre fizik. Gjithsesi, jemi në një periudhë ku shenja e Dashit ka mundësi shumë të madhe për të qenë i lumtur. Vërtet i lumtur, duke qenë se mund gjitha elementet që nevojite në këto momente po hyjnë gradualisht dal nga dal në jetën e tyre. Që nga qetësia familjare, këtë e ka vetë shenja e Dashit pak në dorë, duke qenë se gjatë kësaj jave nuk duhet të veprojë ose më thënë të reagojnë në mënyrë impulsive ndaj familjarëve të tyre. Në qoftë se arrim që ta bëjmë këtë, kemi mundësi që të krijojmë një harmoni shumë të madhe brenda shtëpisë. Por në qoftë se kemi probleme dhe nuk arrim që të zgjidhim, këshilla ime për shenjën e Dashit do të ishte që shtëpinë që sa jave të qëndrojmë pakës më larg, të mundohemi që të bëjmë aktivitete jashtë saj dhe aktivitete të cilat përfshin shoqërinë e tyre apo vëllezërit dhe motrat e tyre. Në këtë mënyrë do të kemi mundësi që të argëtohemi dhe ta shikojmë problemin pak më nga jashtë, mos e personalizojmë shumë prap.
dhe kemi edhe mundësi që ta zgjidhim pas kësaj. Mund të kemi edhe daljen në skenë edhe të papriturve ose prishje të orientive brenda shtëpisë, edhe kjo është nga tematikat kryesore për shëndetësisht së jave. Në qoftë se përballemi me tema të tilla, do të thotë që mund të kemi edhe harxime, të cilat në të vërtetë më vonë do të kuptojnë që janë investime për të ardhmen, sepse të gjitha këto shpenzime që po bëjnë në këtë moment do të ndihmojnë ata për të pasur një harmoni më të madhe, ose më themi që të ndihen shumë më mirë brenda shtëpisë së tyre. Gjatë kësaj jave mund të kemi edhe udhëtime surprizë të papritura që kanë të bëjnë në lidhje me punën, faktikisht do t'i bëjnë shumë mirë. Kjo do të jetë e vlefshme sidomos drejt fundjavës, duke qenë se shenjës së dashur do t'i duhet që të investoj pak më tepër kohë për rritjen e tyre në karrierë, dhe kjo mund të vijë në formën e udhëtimeve, sidomos brenda vendit, këtu ta shikojmë, do ta vëmë re edhe më tepër. Komunikimi në këto momente për shenjën e dashur mund të jetë shumë i vështirë. Sidomos firmose e kontratave të ndryshme në këto momente mund të bëhet pakës më vështirë se çfarë duhet, sepse i egzagjerojnë pak më shumë problemet në mendjen e tyre. Kjo është arsye që duhet jemi pakës më të qetë, më të kontrolluar dhe të mos reagojmë, mos jemi reaktiv pra. Gjatë kësaj jave në qoftë se ruajmë qetësinë tonë shpirtërore, siç e thash, elementet po hyjnë, të gjitha elementet që na nevojiten që për të qenë të lumtur po hyjnë në këto momente në jetën e dashit, dhe kanë mundësi që të kryejnë jetën që ata kanë ëndërruar gjithmonë. Kjo do të jetë e vlefshme, sidomos duke filluar nga dita e mërkurit tutje. Do të kemi disa kënde pozitive të hënës atë ditë, të cilat do të bëjnë ata më tepër optimist, dhe kënde negative që po krijohen me diellin do të mund t'i anashkalojnë. Pra, gjatë këtyre ditëve, në qoftë se janë të kontrolluar edhe në lëvizjet e tyre dhe në komunikimin e tyre, kemi mundësi shumë të madhe për të krijuar atë harmoninë që dëshirojmë. Çështjet sentimentale janë shumë efikase gjatë kësaj jave, gjatë gjithë javës do të kemi ndoshta prezantime të shumta ose rregullimin e marrëdhënieve që janë në çift, por përsëris duke qenë se do të kemi ndërhyrje nga jashtë, duhet jemi të kontrolluar dhe të mos lejojmë këto që të ndodhin. Kjo do të ndihmojë që të kemi edhe një jetë sentimentale shumë më pozitive. Shenja e Demit është një nga shenja më të ndikuara të javës, duke qenë se një nga shenjat që drejton Venusi është edhe Demi. Por kalimi i Venusit tek shenja e Peshorës për ta domethënë një fokusim shumë i madh tek jeta e tyre e përditshme, mund të ndjejnë një nevojë shumë të madhe për të ndryshuar edhe pamjen e tyre të jashtme, mund të ndjejnë një nevojë shumë të madhe për të ndryshuar edhe ambientin që rreth rrotull dhe tek vendi i tyre punës ose vendi ku kalojnë më tepër kohën. Mund të kemi probleme me kafshët shtëpiake për ata që kanë kafshë shtëpiake. Gjithsesi në përgjithësi edhe për shenjën e Demit do të kemi ndikime të cilat në qoftë se jemi të përmbajtur mund të shndërojnë në favorin e tyre. Pika ku mund të kemi pak më tepër vështirësi do të jetë në lidhje me komunikimin e tyre. Një të gjështë të vlefshme dhe në marrëdhënie që kanë me vëllezërit dhe me motrat e tyre. Të gjitha këto mund të bëhen shumë problematike sepse do t'i pengojnë në ecurinë e tyre të përditshme. Mund të kemi dalë në skenë të problemeve të cilat deri në këtë moment nuk kanë dashur që të ballafaqohen. Për shembull, marrëdhëniet që kanë me vëllezërit dhe me motrat e tyre gjatë kësaj jave mund të jetë shumë e sfiduar, sepse shenja e Demit mund të kuptojë që mund të ketë sakrifikuar pak më tepër se çfarë duhet, ose edhe pak më shumë se çfarë duhet, se vëllezërit ose se motrat e tyre, e njëjta gjë është e vlefshme dhe me rrethin e tyre shoqëror, dhe gjatë kësaj jave do të duhet që të krijojmë një balancë më të mirë. Kjo për këtë kanë mundësi që ta bëjnë, kanë mundësi që të bëjnë të njëjtën gjë edhe tek vendi i tyre punës, por pika ku do të jetë më e prekur do të jetë marrëdhëniet që kanë me vëllezërit dhe me motrat e tyre. Është një sfidë vërtet e madhe gjatë kësaj jave. Dhe në qoftë se e lejon botën e tyre të brendshme që të japë ato ndikimet e saj, pra mund të kemi shpërthime gjatë kësaj jave, do të kemi edhe probleme shumë të mëdha, të cilat mund edhe të zgjasin edhe në muajt në vazhdim. Por në qoftë se ballafaqohemi menjëherë me problemet që po dalin sipërfaqe, ta kemi shumë të thjeshtë për t'i tejkaluar ato. Përsa përket shëndetit, është një nga shenjat që mund të preket pak më tepër. Por kjo do të prekë më shumë rrugën e tyre të frymarrjes, pra të gjithë problemet shëndetësore që mund të kemi më tepër në këtë moment do të jenë në këtë pikë. Dhe mund të kemi edhe probleme në lidhje me zërin, e njëjta gjë është e vlefshme dhe me format të komunikimit. Pra, kjo do të thotë që mund të kemi edhe probleme me telefone, po ashtu edhe me automjetin tonë. Për këtë arsye shenjës së Demit që se javë do të këshilloj që ti mbajmë në kontroll këto. Pra, në qoftë se kemi kohë që nuk kontrollojmë makinën automjetin tonë, do të këshilloj që të kontrollonim. Po ashtu nëse kemi pasur një periudhë të gjatë që kemi pasur probleme me telefonin, do të këshilloj që edhe këtë ta rishikoni, ta çonin, ta rregulloni me të tjerë.
janë tematikat që kanë të bëjnë në lidhje me demin. Përsa i përket të ardhurave materiale, kjo është një jamë të cilën do të duhet të punojnë shumë që të shikojnë të mira materiale, por do të mund të shikojnë në qoftë se bëjnë punën e tyre, pra arrin që të shikojnë. Dhe dita që do të jenë më efikase në qoftë se doni që të bëni investime. Çfarë do të investimi në ana materiale është duke filluar nga dita e martë e tutje. Është shumë më tepër efikase në lidhje me investime, do të këshilloj të bëjmë këto pas asaj date. Shenja e binjakëve. Atëherë, dita e hënë për shenjën e binjakëve mund të bëhet pak problematike. Duke qenë se do të kenë një energji shumë të disbalancuar, janë shumë impulsiv dhe sidomos çështjet tematikat ose marrëdhëniet familjare gjatë ditës mund të jenë shumë të sforcuara. Probleme që nuk kanë dashur të ballafaqohen, tema ose diskutime që nuk kanë dashur që të bëjnë deri në këtë moment, do të jetë të detyruar që ti tashmë që të ballafaqohen me to, ose të bëjnë këtë lloj diskutimesh, por këto mund të agravohen shumë shpejt. Në këtë moment komunikimi i shenjës së binjakëve lë shumë për të dëshiruar dhe këtë ta vëmë re më tepër ditën e hënë. Pas ditës së hënë të gjitha këto do të fillojnë që të zgjidhen pak a shumë vetvetiu, sepse do të kemi kalimin e Venusit tek shenja peshorës. Kjo do thotë një drejtësi shumë e madhe në jetën e tyre, do të vinë në çdo aspekt jetës së tyre, si në marrëdhëniet çift, po ashtu edhe në marrëdhëniet familjare, e njëjta gjë është e vlefshme edhe në jetën e tyre sociale, ku mund të kemi një rritje vërtet shumë të madhe dhe shumë pozitive. Të gjitha këto do të përkthehen në një rritje vërtet shumë të madhe të ardhurave materiale, por në qoftë se nuk jemi të kujdesshëm dhe në qoftë se e lëm moralin ton që të bjerë shumë ditën e hënë, mund të kemi dhe harxime të shumta gjatë gjithë javës, pra është pak me kusht në këtë pikë. Gjithsesi kemi mundësi që t'i përmbledhim të gjitha këto. Duke filluar nga dita e martë e tutje, do të kemi tashmë një rregullim të dukshëm të pothuajse çdo gjë në jetën tonë. Kemi një fat vërtet shumë të madh. Vërtet do t'i hapet fati. Duke qenë se Venusi do të kaloj tek shtëpia e tyre fate dhe do të ketë dhe këndë pozitive dhe me Uranin edhe me Plutonin. Kjo do thotë që për ta do të kemi një rritje të efikasitetit që kanë në jetë, një rritje të çdo gjë kreative që kanë në jetën e tyre. Pra, do shtohet dhe kreativiteti i tyre, si vetë mund të kemi dhe krijimin e burimeve të reja të ardhurave materiale, krijimin e një harmonie në jetën e tyre, marrëdhëniet çift, siç e thash, mund të rregullohen në mënyrë të dukshme dhe mund të kemi dhe fillimin e lidhjeve të reja. Kjo duke filluar nga dita e martë e tutje. Por të mos harrojmë që Merkuri mund të ketë këndë negative, pra do thotë që drejtuesi i tyre ka këndë negative, prandaj dhe nuk duhet të jemi reagues. Edhe për shenjën e binjakëve duhet të jemi vërtet të logjikshëm në çdo veprim që bëjmë. Në këtë moment kemi aftësinë që të shikojmë çdo gjë me thellësi, në disa shtresa. Kjo detyrimisht na ndihmon shumë në qoftë se arrim që ta përdorim, në qoftë se nuk e përdorim ashtu siç duhet, mund të bëjmë shumë fanatik, të fiksohemi pas gjërave, të bëjmë obsesiv pra. Dhe kjo na pengon që të shikojmë fotografinë e plot, na pengon edhe që të kapim ritmin e kohës që në këtë moment është vërtet shumë i përshpejtuar. Dita e nesërme në lidhje me këto tema mund të jetë shumë efikase sepse hëna do të ketë një kënd pozitiv me diellin. Kjo mund të ndihmojë ata që të kuptojnë mirë se cila është rruga që duhet të ndjekin gjatë javës në vazhdim. Për këtë arsye shenjën e binjakëve ditën e nesërme do të këshilloj të përdorim në maksimum. Edhe për të argëtuar, por sidomos për të planifikuar javën në vazhdim. Shenja e Gafores është një nga shenjat më të ndikuara të javës. Hëna gjatë gjithë javës do të ketë kënde me një planet ose me një tjetër, në përgjithësi këto kënde do të jenë negative, por do të kemi një mbështetje shumë të madhe nga Saturni gjatë kësaj jave. Kjo do thotë që përgjegjësit janë ashtu, ose më them jemi shumë të përgjegjshëm, jemi shumë të vendosur, kufijt i kemi pikërisht aty ku duhet. Dhe në qoftë se arrim që ta përdorim energjinë tonë, që gjatë kësaj jave do të jetë pak në ulje, domethënë rënje sipër, kemi mundësi që faktikisht çdo gjë që na del përpara ta përdorim në avantazhin tonë. Cilat janë temat më problematike që do të hasemi gjatë kësaj jave? Duke qenë se diell do të ketë një kënd negativ edhe me Chironin, edhe me Jupiterin, kjo do thotë që shëndeti jon fizik do të jetë i prekur. Për këtë arsye, energjinë që kemi, fuqinë që kemi, duhet ta përdorim me logjik. Pra, të mos e shpërdorim kot. Nga ana tjetër, duhet edhe të jemi të rregullt. Pra të kemi një rutinë pak a shumë të hekurt. Kjo është e vlefshme në lidhje me punën që bëjmë.
Në qoftë se është diçka që nuk funksionon, do t'i këshilloja që gjatë kësaj jave të mos mundohemi dhe të mos harxojmë energji të kot. Në qoftë se është diçka që dim se si ta bëjmë, dim se si ta zgjidhim, do të këshilloja që të mundohemi që ta zgjerojmë edhe më tutje. Kjo do të na ndihmojë që të hedhim disa hapa shumë të sigurt drejt asaj që ne dëshirojmë. Ndërkohë që mund të kemi probleme me eprorët tanë. Kjo është një javë ku mund të jemi pak më tepër rebel se çfarë duhet ndaj figurave të autoritetit. Kjo sepse mund të ndihemi trysni shumë të madhe këtu. Në qoftë se edhe këtu rikujtojmë edhe një herë përgjegjësitë tona, kufijt se ku janë të shëndetshëm, pra se si duhet marrëdhënie që kemi me eprorët, atëherë do të kemi shumë më të thjeshtë të veprojmë në mënyrë të logjikshme. Në këtë moment shenja e gaforës ka një fokusim shumë të madh për të krijuar një harmoni në ambientin ku jeton ose për të krijuar shtëpi, pra ambienti ku jeton ta ndjejë si shtëpi, dhe kjo mund të ndjetë të cënuar në qoftë se ju thuhet diçka që atyre nuk ju pëlqen. Për këtë arsye të gjitha problemet që ekzistojnë brenda familjes gjatë kësaj jave mund të smadhohen edhe më tepër. Në këtë pikë do të këshilloj që të mos na ngjelet hatri kot dhe të shikojmë se çfarë po thuhet vërtet dhe mënyrë se si mund të zgjidhemi nëse është një kritikë e drejtuar ndaj nesh. Nëse është një kritikë e drejtuar ndaj ambientit ose ndaj shtëpisë ose ndaj familjes, në këtë rast do të këshilloja që të fokusohemi tek problemi dhe jo ta marrim personale. Shenja e gaforës në lidhje me çështje sentimentale gjatë kësaj jave mund të ndjehet pak e lodhur dhe problemet që mund të kenë ekzistuar deri në këtë moment mund mos do që të merret, por do të këshillojë që të hedhë pak një sy, qoftë edhe shkarazi, sepse do të kemi mundësi që t'i zgjidhim. Këto zgjidhje do të vinë pak a shumë vetvetiu, duke filluar nga fundjava, po dita e shtunë në këtë pikë do të jetë shumë pozitive. Pila është nga ditën të cilën nëse dëshironi që të kaloni kohë me njerëzit tuaj të zemrës, do të ndihmon të vërtet shumë për t'i kuptuar më mirë ata dhe për të gjetur dhe zgjidhje vërtet shumë efikase që mund të jenë edhe shumë jetë gjatë. Përsa i përket shëndetit e përmenda edhe për shenjën e gaforës, e përmenda edhe gjatë rrugës tani kur po shpjegoj që është në një javë ku imuniteti mund të jetë pak i ulët, vërtet që do të këshilloj që të jemi të kujdesshëm në lidhje me këtë temë dhe të ushqehemi ashtu siç duhet. Sistemi i tretës është shumë i prekur dhe stomaku sidomos, nëse keni dhimbje stomaku ose keni probleme me tretjen, do të këshilloja që të përdorni ushqime që janë të buta, kjo ju ndihmon që të t'i kaloni këto lloj problemesh. Është diçka e stinës, jo gjithçka duhet të zgjidhet me ilaçe, por nëse keni diçka kronike, si për shembull gastrite apo diçka të tillë, normalisht do të këshilloj që të merrni ilaçe të caktuara nga doktori, por nëse se keni kohë që nuk shkon te doktori, është një periudhë vërtet ideale për këtë. Një temë tjetër që mund të jetë e prekur shenja e gaforës, duke qenë se jemi të prekur dhe tek gjoksi, për femrat jemi edhe në tetorin roz, do të këshilloj që të shkonim të bënim kontrollet e nevojshme. Pra, okej. Shenja e luanit, nëse thash. Shenja e luanit është në një fazë shumë të çuditshme. Kemi shumë ulje ngritje, një energji e cila nuk i dihet, domethënë një ditë është plus një ditë është shumë minus. Sidomos ata që janë me shenjën e diellit, pra që kanë lindur gjatë shenjës së luanit, e ndjejnë dhe më tepër këtë, por edhe ata që kanë ascendentin mund ta ndjejnë ulje dhe ngritje të moralit të tyre. Gjatë kësaj jave për shenjën e luanit do të kemi ndryshime të shpeshta. Kalimi i Venusit ditën e hënë është vonë në darkë, është në orën 23:20, pra pothuajse në datën pothuajse ditën e martëpër. Do të kemi një ndryshim shumë të madh në mënyrën e tyre të komunikimit. Dita e hënë mund të bëjmë disa harxime pa kuptim, prandaj do të këshilloj që të jemi më të përqendruar, do të këshilloj që të jemi më të fokusuar, ose më të themi, do të këshilloj që të jemi më të vetëdijshëm në lidhje me harximet tona gjatë ditës së hënë. Duke qenë se nëse bëjmë përdorimin e të ardhurave materiale çdo ditë, të kemi më të vështirë gjatë gjithë javës që të mbledhim mendjen tonë dhe të fokusohemi edhe tek puna dhe tek gjërat tek cilat do të jemi të përgjegjshëm. Ndërkohë që duke filluar nga dita e martë tutje, tashmë do të jemi disi më të çliruar. Marrëdhëniet që kemi me njerëzit, me gjithë njerëzit rreth rrotëm, jetën tonë sociale do të jenë shumë më tepër pozitive, sepse do të kemi një mënyrë komunikimi shumë më pozitiv. Edhe ne vetë do të jemi më optimistë në mënyrë se si përqasemi jetës. Do të kemi një frymë të re, e cila do të jetë pak a shumë fëminore. Do të gazi haria do të jetë pak më i lartë. Prandaj nëse e kalojmë ditën e hënë, duke filluar nga dita e martë tutje, do të kemi shumë më të thjeshtë për të qenë vetvetja, duke qenë se shenja e luanit faktikisht janë të tillë. Duke dita e mërkur
do të kemi fillimin me hënën tek shenja e tyre. Kjo do thotë një rritje shumë e madhe e energjisë, duke qenë do të kemi edhe një element zjarri vërtet shumë të lartë. Por kjo mund të thotë edhe probleme të cilat mund të shkaktohen nga kjo, duke qenë do të jenë shumë të lëvizur, mund të jenë shumë gazmor dhe mund të tejkalojnë përgjegjësitë e tyre, mund të veprojnë në mënyrë të papërgjegjshme dhe kjo detyrimisht mund të krijojë një trysnim vërtet shumë të madhe tek marrëdhëniet e tyre, sidomos ato që kanë brenda brenda shtëpisë. Që asaj jave mund të kemi sfidë për këtë arsye. Në qoftë se arrim që të jemi më të përgjegjshëm, do të tejkalojmë këto, bile mund të kemi një rritje vërtet shumë të madhe. Kjo rritje do të vijë në formën e një harmonie shumë të madhe, të merituar brenda shtëpisë, me familjarët ta. Mund të kemi zgjidhjen e problemeve, mund të kemi një komunikim i cili nëse deri në këtë moment e ka qenë i ashpër, pak me kunja, duke filluar nga dita e mërkurë e tutje, tashmë do të fillojë që të zbutet në mënyrë të konsiderueshme. Do të duam që të kuptojmë edhe ne ata dhe personat që kemi rreth rrot, do të na kuptojmë më mirë. Prandaj do ta kemi më të thjeshtë të krijojmë këtë harmoninë që sapo përmenda. Marrëdhëniet në çift në këtë moment për shenjën e luanit janë shumë pozitive. Kemi pak a shumë krijimin e lidhjeve që janë shumë stabil ose stabilizimin e lidhjeve aktuale. Kjo do thotë që për të gjithë ata të cilët po prisni momentin e duhur për të propozuar partnerin e tyre për martesë, ky është momenti ideal. E njëjta gjë është e vlefshme edhe për familjet, për fëmijët që kërkojnë ndjes. Në qoftë se dëshironi që të bëhen me fëmijë, kemi futur në një periudhë shumë pozitive në lidhje me këtë. Dhe është një favorizim vërtet shumë i madh, do t'i këshilloj që ta përdori. Mund të jetë edhe një zgjidhje për të gjitha problemet që deri në këto momente i kemi lënë pak pas dorë, pra për të rregulluar dhe marrëdhëniet tona të çift, duke qenë se do të jetë një krijim i ri tashmë, normale nëse të dy palët janë dakord. Për sa përket shëndetit, shenja e luanit gjatë kësaj jave, duke qenë se një lloj siç ishte tek shenja e gaforës, kemi një imunitet shumë të ulët, energjia është në ulje ngritje vazhdimisht, edhe për ta mund të kemi probleme në lidhje me shëndetin. Edhe për ta siç ishte tek shenja e demit, këtë mund ta vëmë më tepër tek rrugët e frymarrjes, bile mund të kemi infeksione të rënda nëse se nuk i marrim parasysh në fillim, prandaj shenjës së luanit do të këshilloj më tepër se të gjitha shenjat e tjera që të jemi të kujdesshëm në lidhje me këtë temë. Përsa përket karrierës, është një periudhë ku mund të ketë një rritje konstante, mjafton që të jemi të vetëdijshëm dhe të jemi të përgjegjshëm. Pra nëse bëjmë punën, marrim rezultat për çdo gjë në jetën tonë. Shenja e Virgjëreshës. Dita e hënë për shenjën e Virgjëreshës është pakës problematike. Problemi i madh që do të ketë shenja e Virgjëreshës gjatë ditës së hënë mund të veprojnë në mënyrë shumë impulsive. Mund të jenë të papërgjegjshëm ndaj vetes së tyre dhe ndaj trupit të tyre. Prandaj dhe mund ta shpërdorijnë energjinë e tyre, mund të bëjnë veprime që përmbajnë rrezik, mund të bëjnë harxhime që janë të panevojshme e të tjerë. Pra, në lidhje me këto tema, shenja e Virgjëreshës ditën e hënë mund ta ketë pak sfiduese. Dita e nesërme mund të jetë pak problematike në lidhje me marrëdhëniet që kanë me karrierën e tyre, pra kjo do thotë edhe në lidhje me figurat e autoritetit, mund të jemi pak të zhgënjur, kjo është edhe një nga arsyet që mund të bëjmë harxhime të shumta edhe ditën e hënë, edhe ditën e nesërme. Në qoftë se është diçka që është e paplanifikuar mirë ose që nuk është shumë e domosdoshme, do të këshilloj që të qëndronim larg. Ndërkohë që duke filluar nga dita e martë e tutje, të gjitha këto tashmë do të fillojnë që të ndryshojnë. Kemi një fokusim shumë më të madh tek ajo çfarë duhet të arrijmë, pra tek qëllimi që kanë në jetë, prandaj dhe kemi një mundësi shumë të madhe për të pasur rritje. Kjo do të vijë edhe në formën e mbarimit të një periudhe ku mund të kemi pasur vështirësi nga ana ekonomike. Venusi do të kalojë tek shenja e Peshorës, për ta domethënë një rritje vërtet shumë e madhe ekonomike. Kjo do të vijë edhe në një formë drejtësie në të vërtetë, pra puna që kanë bërë deri në këtë moment do t'ju shpërblehet. Do të kenë një vetvlerësim shumë më të lartë, edhe këta mund të dëshirojnë që të ndryshojnë pamjen e tyre të jashtme, në mënyrë që të ndihen më mirë, më të vlerësuar. Pra do të duan të vlerësojnë një veten e tyre dhe si rridoj kjo do të vijë edhe nga ambienti që i rrethon. Mund të kemi një zhvillim vërtet shumë të madh të vendit të tyre të punës, pra në lidhje me karrierën e tyre. Nëse kalojmë ditën e hënë me sukses, pas kësaj do të kemi një rritje kolosale, do të them në lidhje me këtë temë. Dhe mund të kemi disa ide në lidhje me burime të reja të ardhurave materiale, të cilat do të shpihen edhe në rritje në detyrë. Ata të cilët kanë biznesin e tyre, duke filluar nga dita e martë e tutje, do të fillojnë të vënë një rritje shumë të madhe në biznesin e tyre, gjë që do t'i rrisë edhe moralin, do t'i bëjë që të punojnë edhe më tepër e kështu me radhë. Për sa i përket
shëndetit, shenja e birgjyreshës në këto momente. Për fat të mirë janë futur në një fazë ku mund të gëzojnë një shëndet shumë të mirë, mjafton që rutina e tyre të jetë e shëndetshme. Pra të mos ushqehen me gjëra të cilat janë të panevojshme dhe të jenë dhe ata, ose më them të bëjnë dhe ata aktivitetin fizik që nevojitet. Gjatë kësaj jave mund të kemi disa zhgënjime nga shoqëria, mund të kemi filluar të ndihemi që tani, do të jetë e vlefshme për gjithë javës në vazhdim. Kjo normalisht do të bëhet faktikisht për të kuptuar ata veten e tyre, se kush janë, se si duhet të veprojnë, në mënyrë që të krijojnë disa kufime të shëndetshëm. Kjo do të jetë e vlefshme edhe në lidhje me marrëdhënien në çift. Dita e hënë në këtë pikë mund të jetë pak më sfiduar, mund të sfidojnë pak më tepër nga partnerët e tyre, por në qoftë se arrim që të tejkalojmë këto, kemi mundësi që të kemi edhe krijimin e një harmonie shumë të madhe edhe në këto dy pika që sa përmenda, pra edhe në marrëdhënien në çift, edhe në lidhje me shoqërinë. Shkënjimi do të jetë kalimtar, le të themi, sepse në bazë të informacioneve të re që po marrin në këto momente mund të krijojnë dhe lidhje shumë më të shëndetshme edhe nga personat që mendonin që po zhgënjeheshin. Pra mund të rikrijojnë këto lidhje. Shenja e peshores është karakteri kryesor i kësaj jave, jo vetëm se jemi në stinën e saj, do të vazhdojmë që të jemi edhe gjatë kësaj jave, por sepse do të kemi kalimin e drejtuesit të tyre tek shenja e tyre. Dhe fokusim shumë të madh tashmë tek drejtësia, për të krijuar një drejtësi, më të themi, në jetën e tyre, po ashtu edhe tek marrëdhëniet sentimentale. Kjo është një nga javët ku shenja e peshores mund të ketë rritjen më të madhe në çdo aspekt të jetës së tyre. Duke qenë se do të ndihen më të vlerësuar, ata vetë ndihen të vlerësuar, dita e sotme dhe e nesërme, pra edhe dita e hënë, mund të jenë pak të vështira sepse do të duhet që të perceptojmë mirë se cilat janë përgjegjësitë e tyre dhe të përmbahen atyre. Por mund të kemi edhe disa probleme që kanë të bëjnë edhe në ambientin ku ne jetojmë, në ambientin ku punojmë, këto detyrimisht mund ta ndjejmë më tepër ditën e hënë, por po ashtu edhe në lidhje me veten tonë. Pra do të kuptojmë problemin ku qëndron dhe se si ta zgjidhim atë. Detyrimisht në qoftë se i përmbahemi, pra nëse jemi të vetë kontrolluar. Në qoftë se reagojmë, pra jemi reaktiv, mund të hapim shumë probleme vetes tonë. Dhe këto probleme do të vijnë re edhe në jetën tonë profesionale, duke filluar nga dita e hënë e tutje. Duke qenë se do të kemi një kënd negativ të diellit, i cili është i vendosur në këtë moment tek shenja e peshores me Jupiterin, që është i vendosur tek shtëpia e tyre karrierës, kjo do thotë që mund të kemi kontradikta të vazhdueshme me prorët tanë. Këto faktikisht mund të japin atyre mësime të dhura për të pasur një rritje konstante gjatë kësaj jave, por në qoftë se, siç e thash, nuk kemi të kontrolluar dhe reagojmë thjesht për një drejtësi që në faktikisht mund të jetë pak imagjinuar gjatë kësaj jave, mund të kemi probleme të mëdha dhe të kemi dhe ulje bile në detyrat tona, po ashtu dhe në rënien e besimit nga e prorët tonë. Gjithsesi, në qoftë se jemi të kontrolluar, siç e thash, mund të kemi një rritje konstante në çdo aspekt të jetës tonë. Kjo do të fillojë edhe në karrierë, do të fillojmë ta ndjejmë edhe në karrierë, në realizimin ata do të ndjehen pra më të realizuar, po ashtu edhe në lidhjet e tyre sentimentale. Gjatë kësaj jave, komunikimi për shenjën e peshores është fantastik në lidhje me këtë temë. Janë shumë të aftë të përzgjedhin fjalë që nevojitet për të rregulluar marrëdhënien që ato kanë qenë problematike ose për të krijuar diçka më stabil. Në qoftë se dëshirojnë që të krijojnë lidhjen e ëndrave të tyre, ky është momenti i duhur. Ka një ndihmë shumë të madhe nga sistemi pikërisht në lidhje me këtë temë, pra për të krijuar një lidhje ku ata ndihen të vlerësuar, ku ndihen mirë, ku ndihen vetvetja, dhe mbi të gjitha këtë nuk janë të detyruar që ta bëjnë duke hequr dorë nga një pjesë e tyre, pra duke sakrifikuar një pjesë të tyre, janë të aftë që ta bëjnë duke qenë vetvetja dhe duke marrë vërtet vlerësimin që ata meritojnë. Në pas të saj do të kemi dhe një rregullim të durshëm edhe të moralit të tyre dhe të ardhurave të tyre materiale, sepse këto do të vinë pak a shumë krah për krah. Duke filluar nga dita e premte e tutje, këtë do fillojmë që ta ndjejmë edhe më tepër, por në mënyrë që ta ndjejmë, atëherë duhet të punojmë që nga dita e hënë, pra gradualisht do të hedhim hapa një nga një. Më duket se i thash të gjitha, po nuk fola në lidhje me shëndetin. Shëndeti gjatë kësaj jave për shenjën e peshores është një nga shenjat ku mund ta ketë pakës më të prekur, sepse siç e thash, kemi një tyrësni shumë të madhe gjatë kësaj jave tek shenjat kardinale,
edhe për ta sistemi riprodhues vazhdojnë që të jetë shumë i prekur, duke qenë se vazhdojmë që të jemi në ndikimin e hënës së plotë, që ishte tek shenja e dashit dhe shenja e peshorës ishte një nga shenjat më të prekura në këtë pikë. Shenja e akrepit javën në vazhdim, ose mërtim po e nisë që sot dhe nesër mund të jenë shumë të sfiduar në lidhje me shëndetin e tyre. Këtu është në vartësi të mënyrës se si ata veprojnë. Në qoftë se veprojnë në mënyrë impulsive, mund t'i hapin probleme vetes së tyre dhe mund të shkaktojnë dëme në fizikun e tyre. Për këtë arsye, mund edhe të harxojnë një energji shumë të madhe për të shëruar problemet që i krijuan vetes së tyre. Pra, në qoftë se nuk vishim ashtu siç duhet, ose në qoftë se jemi impulsiv në përdorimin e të automjeteve tona, gjithsej fundjavë mund të jemi pak më të hapur ndaj aksidenteve dhe incidenteve, ose mund të ftohemi për shembull, dhe kjo detyrimisht mund të prek të shëndetin tonë. Gjithsesi, është një nga temat ku shenja e akrepit do të jetë më i prekur. Dhimbjet e kokës, po ashtu edhe sëmundjet me temperaturë të lartë, edhe gjatë fundjavës, edhe gjatë javës në vazhdim, do të vazhdojnë që të jenë aktive, prandaj është një nga temat që shenja e akrepit do të jetë shumë i kujdesshëm. Duke qenë se kemi edhe një kënd negativ të diellit me Chironin, dhe Chironi në këtë moment është i vendosur tek shtëpia e shëndetit të shenjës së akrepit, këtë javë mund ta ndiejnë edhe më tepër se çfarë ka ndier, prandaj do të këshilloj që të jemi të kujdesshëm. Pasi mbarova paralajmërimet, do të kaloj tek ana pozitive që do të kemi tek ta. Dita e hënë dhe sidomos dita e martë për ta do të jetë vërtet shumë pozitive, sepse hëna do të krijojë kënde pozitive si fillim me Saturnin dhe me Marsin, i cili është i vendosur në këtë moment tek shenja e akrepit, dhe kjo do thotë që ata do të jenë shumë më tepër aktiv. Do të dinë se si të veprojnë në të gjitha situatat që dalin përpara dhe kanë mundësi shumë të madhe që të kemi një rritje. Kjo do të jetë e vlefshme edhe për çështje sentimentale, ku mund të marrin propozime të shumta, po edhe ata vetë tashmë mund të vendosin se cilët janë personat që duan që të kenë jetën e tyre. Për këtë arsye mund të jenë pak më tepër proaktiv dhe të krijojnë dhe lidhje të cilat janë shumë stabil. Këto nuk është thjesht për çështje sentimentale, mund të kemi edhe krijimin e partneriteteve, edhe pse për çështje sentimentale ka më tepër fat gjithçka javë. Do të kemi tek kalimin e pikave ku ata mund të kenë pasur dyshime në lidhje me veten e tyre, ose mund të kenë qenë pak të stepur sepse nuk e dinin se si perceptoheshin nga bota. Gjithsej javë do të kuptojnë mirë se ku qëndrojnë, dhe për këtë arsye do të kemi edhe mundësi që të krijojmë lidhje të cilat janë shumë të frytshme për ta, si në çështje sentimentale për ripërsisje, po ashtu edhe në jetën e tyre profesionale. Në lidhje me bashkëpunimet, për këtë arsye do të kemi edhe një fuqizim shumë të madh, do të kemi një rritje shumë të madhe të anës ekonomike, do të kemi një periudhë ku ata do të marrin vërtet atë që ju duhet që meritojnë, sepse do të kemi edhe një punë shumë të madhe, ose më thënë puna e madhe që kanë bërë deri në këtë momente, do të fillojë që të shpërblehet. Në lidhje me karrierën e tyre, kjo është pak një paralajmërim, duke qenë se mund të jenë pak të nxituar në mënyrë se si veprojnë dhe kanë punuar shumë, siç e përmenda. Dita e Mërkur dhe dita e Inte mund të jenë pak impulsiv dhe të kërkojnë pak me ngulm, ose më them të mundohen që të imponojnë dhe të marrin me imponim atë çfarë ata mendojnë se meritojnë, që ndoshta dhe meritojnë vërtet, por kjo do t'ju përshqipon. Këshilla ime do të ishte që të jemi disi më të rezervuar në mënyrën tonë të komunikimit dhe të shprehemi në mënyrë pak më të butë ndaj provave ta. Kjo detyrimisht do të na ndihmojë që të themi vërtet dhe të marrim atë çfarë meritojmë. Në qoftë se arrim që ta bëjmë këtë, duke filluar nga ditën e Inte, disa e dytë është shumë pozitive dhe dita e premte sidomos është shumë pozitive në lidhje me këtë çështje. Prandaj edhe në qoftë se jemi të kontrolluar pra gjatë atyre ditëve, të Mërkur dhe të Inte, pjesën e parë do të kemi më të thjeshtë. Dita e Shtunë është më pozitive për ta, mund të kemi tashmë realizimin edhe të qëllimit që ata kanë jetë, ose realizimin e ëndrrave të tyre, dhe do të marrin një ndihmë shumë të madhe nga shoqëria. Shkënjimet që kemi pasur deri në këtë moment për shenjën e akrepit faktikisht do të kuptojë gjithsej javë se për çfarë kanë qenë, dhe do të arrijë që të ndërtoj disa kontakte vërtet shumë pozitive që do të ndihmojnë shumë edhe në jetën e vazhdim. Është një javë pozitive në lidhje me socializimin, prandaj një sy duhet ta mbajmë edhe këtu. Shenja e Shigjetarit. Gjatë gjithë kësaj jave për shenjën e Shigjetarit mund të kemi pak vështirësi
është një nga shenjat që duhet të jenë shumë të kontrolluar, në qoftë se duan që të përfitojnë nga çdo gjë pozitive që mund të ndodhë në këto momente në jetën e tyre. Përsa i përket, po i marr të gjitha me radhë, bashkëpunimet në këto momente, në qoftë se nuk kemi impulsiv dhe bëjmë kërkimet të duhura, kemi mundësi shumë të mëdha për të krijuar një mirëqenie shumë të madhe. Pra, të gjitha bashkëpunimet në këto momente, nëse janë të kontrolluara, mund të kenë kthimin mbrapa herë 10 pothuajse. Përsa i përket marrëdhënieve në çift, kemi një aftësi shumë të madhe për të komunikuar ashtu siç duhet, në qoftë se nuk shprehemi në mënyrë impulsive ose më thënë në qoftë se nuk e themi fjalën e fundit në fillim. Në qoftë se jemi të vetë kontrolluar, pra kemi mundësi që të krijojmë lidhje të reja shumë pozitive për ta, ashtu siç nevojitet tamam. Pra, që janë të shëndetshme. Në qoftë se nuk e bëjmë këtë veç, mund të prishim shumë punë vetes tonë dhe të prishim edhe disa marrëdhënie të cilat i kanë rezistuar dhe kohës. Kjo është e vlefshme si marrëdhënie shoqërore, po ashtu edhe marrëdhëniet që kemi në çështjet sentimentale. E njëjta gjë është e vlefshme edhe në lidhje me partnerët e biznesit. Në qoftë se jemi të kontrolluar dhe të vetëdijshëm në për të çfarë ham, çfarë pim në lidhje me sport për aktivitetin ton fizik, çësë javë kemi një mundësi shumë të madhe për të tejkaluar edhe problemet që ndoshta të tjerët mund t'i prekin shumë thjesht, problemet të stinës. Por në qoftë se nuk jemi të kujdesshëm dhe sidomos dita e sotme dhe e nesërme është më tepër e vlefshme në lidhje me këtë temë, ushqemi me gjërat të cilat nuk janë të shëndetshme, sidomos në lidhje me sheqerin është e vlefshme kjo. Atëherë kemi mundësi që gjatë gjithë javës të kemi një energji shumë të ulët dhe të jemi më të prekur nga sëmundjet e stinës. Pra siç e vini re, shenja e shëgjetarit është e ndarë në dyshte, ka vetë në dorë. Kjo është diçka pozitive për mendimin tim kur e kemi vetë në dorë. Përsa i përket të ardhurave materiale, kjo është një nga javët ku shenja shëgjetare mund të vjerë rritjet më të mëdha. Jo vetëm nga bashkëpunimet, po pothuajse gjithçka, por duhet që të vlerësojnë ashtu siç duhet. Pra drejtësia në këtë pikë është shumë efektive. Kjo është drejtësi ndaj të gjithëve, jo vetëm ndaj vetes së tyre. Në qoftë se mundohen që të bëjmë padrejtësi të tjerëve, gjatë kësaj jave mund të kemi humbje shumë të mëdha, të gjitha investimet mund të kthehen mbrapsht, por në qoftë se krijojmë atë balancën, pra japim hakun atyre edhe të tjerëve kur meritojnë, po edhe ne tonin e kërkojmë, kemi mundësi që të krijojmë edhe burime të reja të ardhurave materiale, të marrim atë çfarë meritojmë, po ashtu edhe të investimet që kemi bërë të na shpërblen me të ardhurë të mira, goxha të mira. Do të kemi një rregullim të dukshëm për shenjën shëgjetare gjatë kësaj jave, në qoftë se siç e thash, pikat ku do të jemi të kujdesshëm i përmenda. Në qoftë se nuk e bëjmë këtë veç, mund të kemi humbje të mëdha, prandaj ju lutem kujdes. Shenja e bricjapit është një lloj siç ishte edhe tek shenja e shëgjetarit, por shenja e bricjapit janë pak më të përmbajtur dhe kemi mundësi shumë më të madhe për të qenë më të vetëdijshëm dhe më të përgjegjshëm. Kjo është gjë më pozitive, nuk janë aq impulsiv sa që ishte shenja e shëgjetarit. Do të kemi një fokusim shumë të madh se javë tek marrëdhëniet e tyre. Në marrëdhënie në çift, tek partneritetet e tyre, sepse mund të kemi edhe dalë në skenë të problemeve ose të situatave të cilat duhet t'i zgjidhim bashkë. Pra, duhet të shikojmë partnerët tanë edhe të biznesit edhe partnerët tanë sentimental si aleat gjatë kësaj jave në mënyrë që të zgjidhim problemet që po na dalin përpara. Në qoftë se fillojmë dhe krijojmë probleme ose krijojmë kontradikte brenda marrëdhënieve tona me partnerët tanë, atëherë të gjitha këto probleme do të smadhen dhe më tepër dhe mund të krijojnë dhe përçarje në marrëdhënie. Detyrimisht mund të kemi edhe ndarje ose arritjen deri tek divorci bile, në qoftë se nuk e shikojmë njëri tjetrin si aleat, pra nëse shikojmë njëri tjetrin si armiq. Ndërkohë që përsa i përket shëndetit, edhe kjo është një nga shenjat që mund të preket pak më tepër, duke qenë se kemi Chironin të vendosur tek një tjetër shenjë kardinale, për ta mund të kemi probleme të rëndësishme tek shëndeti i tyre, si fizik, shëndeti që kanë tek familjarët e tyre, pra mund të kemi edhe ngjitjen e sëmundjeve në mënyrë të anësjellë, prandaj dhe shenjën e bricjapit do të këshilloj gjatë kësaj jave të kujdesen pak më tepër në lidhje me këtë temë. Mund të kemi edhe probleme tek shtëpia gjatë kësaj jave. Këto detyrimisht mund të vinë në mënyrë të anësjellë, siç e thash, sepse mund të kemi probleme me familjarët tanë. Një nga temat ku do të këshilloj që të jemi të kujdesshëm plus është edhe karriera jonë. Gjatë kësaj jave do të kemi shumë mundësi që do të na dalin përpara. Vërtet mundësi që mund të kemi ndëruar për një kohë shumë të gjatë, por në qoftë se për në mënyrë impulsive mund të na shkasin nga duart.
Prandaj dhe shenjës së briciapit do të këshilloj që të fokusimin ta kemi edhe këtu. Çfarë do të them me këtë? Të gjitha mundësitë që po dalin përpara është e pamundur që t'i përdorim. Prandaj do të këshilloj që të përzgjedhim ato që e dim ose aty ku kemi tepër besim tek vetja jonë, sepse ajo është pikë rruga që duhet të ndjekim. Nëse bëjmë këtë, do të marrim një ndihmë vërtet shumë të madhe, edhe nga sistemi. Bile, edhe në këtë pikë mund të marrim ndihmë nga partnerët tanë, nëse shikojmë si aleat për ripërsëris, sepse mund të gjejmë dhe zgjidhje, idetë e tyre, këshilla që mund të marrim nga partnerët tanë do të na ndihmojnë shumë edhe në këtë pikë. Nëse shikojmë si armiq veç, do të shtojmë edhe më tepër probleme vetes tonë, për ripërsëris edhe këtë. Tematikat që janë shumë të rëndësishme në këto momente në jetën e shenjës së briciapit janë edhe shoqëria. Krijimi i një rrjeti social i cili i ndihmon shumë edhe për të ndjerë të vlerësuar, por po ashtu edhe në çdo aspekt tjetër së tyre. Kemi një frym organizimi shumë të madh në këto momente në jetën e tyre, të cilën mund ta përdorin edhe për të kryer lidhje të reja, edhe për të stabilizuar marrëdhëniet, të cilat kanë qenë të sfiduara, po ashtu edhe për të përmirësuar ose për të forcuar edhe më tepër ato që janë afatgjata. Dhe shenja e ujorit. Ndikimet në përgjithësi janë pozitive. Kemi ndikime të shumta, të cilat do të ndihmojnë ata që të kenë një optimizëm shumë të lartë. Një prej tyre është edhe tashmë mbarimi retrogradës së Plutonit tek shenja e tyre. Deri në këtë moment mund të kenë qenë të sfiduar për çdo gjë, për jetën e tyre sentimentale, në lidhje me karrierën e tyre, i njëjta që është e vlefshme në shëndetin e tyre, po ashtu edhe në marrëveshje që mund të kenë bërë por nuk mund të kenë funksionuar, bashkëpunimet është një njëjtë gjë, ndërkohë që gjatë javës, duke filluar nga dita e martë të tutje, tashmë do të kemi stabilizim e gjithçkaje që kanë në jetën e tyre. Dita e mërkur do të thotë edhe më tepër këtë, duke qenë se Plutoni do të mbarojë me të themi retrogradën shumë herët në mëngjes, do të mbarojë në orën 4:53, pra rreth orës 5 të mëngjesit. Dita e mërkur do të përfshihet në një ditë e cila Plutoni do të fillojë të ecë drejt. Prandaj edhe të gjitha problemet që sa përmenda do të fillojnë që të zgjidhen pak a shumë vetvetiu. Normale nëse kemi dhënë provimet tona. Për të gjithë ata, të cilët mund të kenë ngelur në disa provime, gjatë javës mund të vazhdojmë që të kemi disa sfida të vogla, por shumë herë më të buta se çfarë kanë ndjerë deri në këtë moment. Do të marrim një ndihmë shumë të madhe nga Venusi, i cili do të kalojë tek shenja peshore ditën e martë, ose më them ditën e hënë darkë, dhe kjo do të thotë që kemi një balancë shumë të madhe në jetën e tyre, duke qenë se fokusimi i tyre tashmë përfshin pothuajse gjithçka, ka një harmoni shumë të madhe në jetë. Janë shumë më optimist ndaj jetës, mund të udhëtojnë dhe më tepër. Dhe mbi të gjitha socializimi në këto momente është vërtet shumë efikas. Edhe ata i bën që të ndjehen mirë, por nuk është vetëm kaq, i shton jetën e tyre dhe gjërat të cilat nuk i kanë menduar, pra ëndrat që kanë thurë deri në këto momente në një farë mënyrë, fal socializimit të tyre, se fal shoqërisë të tyre arrin që të realizojnë. Ndërkohë që komunikimi gjatë javës është shumë pozitiv. Kemi një frym komunikimi vërtet shumë efektiv sepse janë më të përgjegjshëm, edhe në mënyrë se si edhe në fjalë që përzgjedhim, më të themi. Kjo do të jetë shumë herë më tepër efikase në lidhje me karrierën e tyre dhe në zhvillimin e tyre profesional. Këtu mund të kemi një rritje të vazhdueshme, konstante tashmë, duke qenë se do të marrë një ndihmë shumë të madhe edhe nga Jupiteri në mënyrë të anësjellë. Kjo do të vijë si rrjedhë e punës që bëjnë, ndihma që mund të marrin nga kolegët e tyre, por më tepër do të vijë nga puna e vazhdueshme që ata kanë bërë dhe do të shpërblehen të ardhurë materiale vërtet shumë të mira. Do të jetë e vlefshme për gjithë javës, por ditët që do të jenë më tepër efikase në lidhje me të ardhurat materiale, sidomos nëse kemi pasur vonesa në lidhje me këtë temë, do të jetë dita e hënë dhe e martë. Në lidhje me shëndetin e ujorit, në këto momente kemi një sistemi nervor që është shumë i prekur, prandaj dua të nënvizoj pak këtë. Shenja e ujorit ka shumë të ndjeshëm sistemin nervor, prandaj dhe mund të kenë ndjenjë trysni shumë të madhe. Nëse deri në këtë moment e keni pasur dhimbje koke ose dhimbje të komplet trupit, por nuk e kuptoni se nga po vjen, kjo është diçka e stinës. Këshilla ime do të ishte që të bëni detox. Në këto momente jemi futur në periudhën e hënës, kur është duke u zvogëluar, prandaj dhe tema si detoksi ose heqja nga jeta jonë e substancave të cilat janë të pashëndetshme, ose ushqimeve që ndoshta nuk na bëjnë mirë, është mundësia më e madhe që të
krijojmë një shëndet shumë herë më të fuqishëm, si një sistem imunitar shumë herë më të fuqishëm, dhe kjo do të thotë një tyrësni shumë herë më e vogël tashmë tek sistemi jonë nervor, për shenjën e ujorit. Prandaj këtë javë do të këshilloj ta përdorni në këtë mënyrë. Dita që është më efikase në lidhje me këtë temë do të jetë dita e martë. Nëse bën dita e hënë, duke qenë se do të kemi disa kënde të vështira, mund të vështirësohet më tepër përqendrimi jon, po ashtu dhe vullneti jon mund të jetë pak më i ulët, prandaj edhe dita e martë tutje mund të jetë më efikase për ta bërë këtë. Gjëra të thjeshta na ndihmojnë, prandaj dhe mund të kemi edhe një dhimbje koke. Kjo është e vlefshme për të gjithë ne, por shenja ujorit mund ta ndjej pakës më tepër, sepse siç e thash kemi një sistem nervor shumë të prekur në këtë moment. Do të filloj të çlirohet gradualisht nga dita e mërkurit tutje, por edhe nëse ne ndihmojmë, detyrimisht është edhe më mirë. Shenja e peshqve është një nga shenjat e cila është një javë e ndarë pak a shumë në dy. Kemi mundësi për një rritje vërtet shumë të madhe në këtë moment për ta, duke qenë se kemi disa ndikime që e shtyn drejt një jete e cila është fikse ajo që ata dëshirojnë. Gjatë gjithë kësaj jave kemi një aktivizim shumë të madh të nyjes veriore, duke qenë se do të kemi kënde pozitive edhe me Mërkurin dhe me Marsin. Pra edhe mënyra jonë e komunikimit, edhe mënyra se si veprojmë na ndihmon shumë që të arrijmë drejt qëllimit që ne kemi në jetë. Kjo do të thotë që mund të kemi një rritje shumë të madhe në karrierë, humori jonë shumë i lartë, po ashtu dhe një rritje shumë e madhe e imunitetit, që do të thotë dhe një shëndet vërtet shumë i mirë. Pavarësisht se kemi sëmundje shumë në përkëmb, gjatë kësaj periudhe, duke qenë se shenja e peshqve ka pasur një sistem imunitar që është pak më i lartë se sa normali atyre, mund të kenë ndjerë më pak se sa zakonisht. Dhe kjo detyrimisht të ndihmon ata që të arrijnë qëllimin e tyre, ose më të themi që të arrijnë që të krijojnë atë harmoninë që ata dëshirojnë në jetën e tyre. Gjë që do të vihet re shumë gjatë gjithë kësaj jave. Janë më të përgjegjshëm dhe në vendosjen e kufijve të tyre. Kjo normalisht edhe ndihmon edhe për të krijuar relata me të gjithë njerëzit që kanë jetën e tyre shumë më të shëndetshme. Për sa i përket çështjeve të zemrës, gjatë kësaj jave të vërtet mund të jenë pak problematike, sepse mund të kemi zhgënjime. Por këto në të vërtet janë pozitive. Çfarë do të them me këtë? Nëse kemi egzageruar dhe mund të kemi filluar krijuar lidhje shumë shpejt, kjo do thotë që gjatë kësaj jave mund të vëmë re se cilat janë pikat ku ne nuk funksionojmë mirë. Dhe fal këtyre zhgënjimeve, në qoftë se të përdorim detyrimisht, mund të krijojmë dhe lidhje shumë më të shëndetshme. Por në qoftë se vazhdojmë që të jetojmë në botën e ëndrave, detyrimisht të gjitha këto mund të smallën edhe më tepër dhe të kemi edhe lidhje shumë problematike. Prandaj dhe shenjat e peshqve do të këshilloj që të jemi më realistë gjatë kësaj jave. Gjitha problemet që po dalin në sipërfaqe nuk kursen kot, duhet të marrim parasysh dhe të mundojmë që të aplikojmë ato për të krijuar një lidhje më të shëndetshme. Siç e thash, jemi më të përgjegjshëm, kemi mundësi që të krijojmë kufij të shëndetshëm, prandaj edhe këto duhet i përdorim. Këto janë mjetet tona më të vlefshme, më të vështira në këto momente. Dhe për sa i përket arritjes së tyre në karrierë, këtë lash për në fund sepse është një ndikim shumë i madh pozitiv. Në këto momente, shenja e peshqve ka mundësi shumë të madhe për të pasur një rritje konstante në karrierë. Këto do fillojnë të ndjehen më tepër nga dita e hënë e tutje. Kjo do të vijë në si lloj e bashkëpunimeve që ata mund të bëjnë. Në qoftë se kemi pasur kontrata që kemi dashur të firmosim, është momenti ideal për to, duke filluar nga dita e martë e tutje pra. Të gjitha kontratat që firmosen pas asaj periudhe do të thotë edhe të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Kemi disa ide shumë geniale. Bile në këto momente edhe ëndrat e tyre mund të jenë shumë aktive, dhe kjo do thotë dhe shkarkimin e të gjithë stresit që kanë gjatë ditës mund të shkarkojnë dhe gjatë natës nëpërmjet ëndrave të tyre, është diçka shumë pozitive. Për këtë arsye sistemi nervor që të gjitha shenjat e tjera mund ta ketë pasur pak më të prekur, shenja e peshqve mund ta ketë pasur më pak ose mund mos e kenë ndier. Gjithsesi, gjatë kësaj jave një pikë mund ta kemi të ndjeshme janë këmbët, duke qenë se shenja e peshqve e kanë pak të prekur, prandaj do të këshilloj që të mos qëndrojmë shumë në këmbë dhe të mos e egzagerojmë shumë edhe me ecje ose me aktivitete fizike të cilat kërkojnë shumë sforcimin e këmbëve. Këto ishin të gjitha ndikimet për të gjitha shenjat. Për të gjitha informacionet që nuk mund të gjeni kur ta vendosë tek YouTube, do të thotë që janë specifike, janë më specifike nga ato çfarë mund të jap për masat, prandaj mund të merrni konsultën tuaj të personalizuar. Unë asnjëherë nuk flas për 10 ditëshet, domethënë është shumë më specifike dhe është një ngarkesë shumë e madhe për mua që të bëj të ndahet në 10 ditë.
Prandaj edhe nëse dëshironi diçka më të specifikuar, siç e thash, mund të merrni konsultant tuaj të personalizuar. Shumë faleminderit që morët pjesë. Është një kënaqësi vërtet shumë e madhe. Dhe shihemi përsëri ditën e martë. Ditën e martë do të bëj një lidhje të drejtë për drejtë, ku do të flas në lidhje me ciklin e hënës tashmë, duke qenë se jemi në atë fazë. Do të jetë për hënën e re tek shenja e peshorës. Do të mund ta ndiqni ditën e martë në orën 19. Tashmë i kam të fiksuar lidhjet e mia të drejtë për drejta. Sot të shtunë në orën 19 bëj lidhje të drejtë për drejtë në lidhje me javën në vazhdim. Tash do të martë bëj lidhje të drejtë për drejtë në lidhje me ciklin e hënës ose pyetje përgjigje. Mund të ndiqni të gjitha këto nga kanali im YouTube-it. Dhe emri të kanali i YouTube-it është Astrologe Denisa Shylle. Mund të kaloni dhe nga profili duke qenë se keni linkun. Deri përsëri dhe shihemi përsëri të martë. Pafshim.